Po ju qysh e patë, në fakt nuk e patëm edhe atë pjesën ku fletë për Richard Grenell dhe duket se fletë edhe për orientimin e tij seksual. Qysh mundet me ndiku kjo? Se për orientimin e tij seksual nuk është se ka pasur deklarata publike kështu të kryeministrit? Po, kjo bisedë private dhe kjo mund të mësohet. Dhe kjo është një gjë që tjetë të ketë. Nuk është në një që po them, nuk është mirë që ka ratë pjesë, është për pjesë seksualore, por nuk o bëhë kamere. Nuk është që diçka ka pështit që rrezikon sigurinë të Kosovës, nuk është diçka që ka zgjedhur një sekret, thjesht është për pjesë seksuale, është sigur të kishim një pacima të zhvilluar, do të mund ta shfrytëzon edhe pozitivisht si reklame, domethënë që Kosova në agjendën e kombëtare do të mund të shpërndajë pozitivisht. Zoti Dashef, se ky një prang shumë i rrezikshëm apo jo? Për shkak se edhe nuk ka ashtu ndoshta filtrim të informacioneve të cilat ka mundur me i ndo kryeministri Kurti.